Mangohet këtë hadith për shkak se është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ty edhe për mua. Ka thonë Rasulullah a.s. mos i dëmto besimtarët, mos u sjell keq me ta. Edhe mos i njek këqijat e tyne, mos i njek të këqijat e besimtarëve, të metat e besimtarëve. Se nëse dikush i njek të këqijat e besimtarëve, të metat e besimtarëve, ka me i njek Allahu Azza wa Jall, ka me i këshyr Allahu Azza wa Jall, ka me i anumru Allahu Azza wa Jall një me njat metat e tina. E atina që ja njek Allahu Azza wa Jall të këqijat e tina, ja këshyr një me njat, ka thonë Rasulullah a.s. jafdakhl, ka me qitë në shesh ata, edhe në qovë se është mrena shpis tina. Allah në rujt. Do me thënë, në qovë se ti e nja që i këshyr të këqijat e njerëzve, që ka po baj njerëzit, kjo po ban keq, kjo kështo, maje men, edhe në qovë se i mshjel dyrt edhe rrin mrena shpis, ka me i qitë Allahu Azza wa Jall në shesh veprat e tua, në dunja ose në ahiret. Elusëm Allahun Azza wa Jall me na rujt.